nuk më ndalon të mendoj që është kryekput politike dhe që drejtësia me zgjatuesit që e saj që ka në institucionet të ndryshme, po i shërben vetes së saj. Ervin, ti the edhe për amnistin që te është e paplot? Amnistia jo është e paplot, po amnistia nuk është amnisti. I ka përjashtu gjithë nenet. Që kuptim ka amnisti? Je i dënuar, do përfitosh. A i përjashto këtë. Ke dhe persona në kërkim që janë jashtetit, s'ka në artu në Shqipëri. I ka përjashtu gjithë. Në vend pastrosh territorin, kjo është kotë. Për mu është kotë, i ullë njërit 6 muaj, njërit i vit. Pra, amnistia duhet jetë reale. Që kuptojmë me amnisti reale? Dënime 2 vjet e poshtë, ose 1 vit e poshtë, lirohet. Ose i ullet një vit. Ajo, hiqet ky nen, hiqet ky tjetër. Jam dakord që disa nene, që janë nene ose më saktë, disa vepra penale të kryen kodit penal, të përjashtohen nga amnistia. Pa ty i ke përjashtu gjithë. Janë përjashtu dhe personat që për 3 gram drogë janë burg, ka iqnin 283. Për 3 gram drogë është burg, ka shqit 3 gram kanabis është burg, ti e ke përjashtu. Kanabis, kërtu drogë, hajde, po kërtu kanabis më i kenë burg, me 3 gram sot i kenë burg. Dhe kjo amnisti nuk i përkon realitetit. Dhe ne themi amnisti, për mua është kotë. është diçka, sepse nuk është se e zi dhe punët. Ti me 450 vete duhet një pastrim i burgjeve nga personat që realisht. Ne që unë që shkoj shpesh në burg, dhe në burgje, ke njerëz për 7 gram. Sepse ashtu janë bërë dispozitat. Madje, unë nuk nisem nga qëllimi që e ka shty politikën, qoftë kryeministin e Dirama, qoftë kryetarin e gjykatës lartë. Qëllimi është i mirë. Pra, në parim, pavarësisht pëse është nisur, motivi shtyre brëndshme. Shtyre brëndshme mund të ketë debat, do me ndimu në Europë, pak rëndësika. Sot e vërteta është e tillë. Do me ndimu, kështu e marrim të mirë qënë. Burgjet sot janë populli shqiptar, po kalbet burgjeve. Neve duhet ta kapim këtë fenomen. Dhe ky vendim duhet shëndal më përpara. Po të thosë Okoli, edhe për vrasje, pra edhe për vrasje, jo për vrasje të natyrës superkriminale. Po mund të jenë vrasje pasionante, vrasje të momentit, manslaughter që quhet, pra vrasje jo qëllim aksidentale, vrasje të gradës dytë, jo kriminal, pra që nuk e përsëritës, që e ke për herë të parë, që ti njëri normal, po robit si shtu ti në po robit si shtu kurse kjo të shqip. Dhe ideja është, derisa shkonte në atë, në high court, që quhet, pra në gjykatë në lartë, edhe nëse dënoheshe nga shkalla parë për shkalla 2, ti ishe e lirë. Kishe kuvizime, nuk mund të largoheshe nga Britania etj. Po ti qarkulloje e lirë. Për ashtu rastet ekstreme, se kuptohet. Për rastet penale të rënda kriminale. Por, do më thënë, kjo ideja që ti merë tjetet dhe i thu, për shumë në burg, po nuk po marë, nuk di kujtë rastet i vetet, ja vejgjishtë. Po kemë rastet edhe tjera ordinere që kenë burg. Ideja që ti i fut në burg, i ma 2 vjetë para burgim, sa i fut në farë i dëno me shërbim prove. Ideja është, ku është drejtësia këtu, ku është barazia, ku është balanca, midis drejtësisë edhe drejtës individit, apo jo Arben? Edhe gjithë të gjëra kanë lidhur nga zbatimi i reformës drejtësi mas 2016. Ky mentalitet. Nuk ka qenë më përpara, se të njëjtat ligje. Si ka qenë përpara? Se ti ka qenë prokuror përpara dhe? Ka raste për shembull, që ka raste edhe për këto drogat, për shembull, për sasitë e vogla është aplikuar në eni 59. Alternativat e dënimit me burgim, raste tjera. Pra, rast mas rasti, jo gjdo person burg. Jo, ne kam të parë burgimi më te, për zësat e dënimit. Po burg, sepse ajo nisë qytet masë e sigurimit. Jo, që ndodhë për shumë që ti rrim para burgimit, se për shumë për fat keq sot proceset për zjasë më shumë se në kone drejtësisë vjetër. Po ka i është 5 fishu ose 10 fishu a fati. A fati i më vdiq. Ideja është nuk e di, për shumë është Ilir Beqa. Ka ato akuzat që i kanë betë. Iliri u bët 2 vjetë në burg, ku dion. Apo së është edhe 2 metra, 2 vjetë në burg. Sa ti shkoj procesi, do rri 4 vjetë në burg. Do shkoj 4. Fund fare, do dënohet, ku diun, me 2 vjetë burg, po themi, 2 vjetë burg, për shpërdorim dhe tyre. Dhe ko ke po 4 vjetë burg, se ti gjithë mund të qush parë burgim, pa është burg. Po fizikisht jetë? Jem burg, kupton dhe qa kuptimi i ka që? Dhe 1 me 2 ditë e dënimit. Po jo, po qa kuptimi i ka? 1.5. Për teja saj. Unë që aji që ka do rri 4 vite në burg. është kontribut për integrimin e vëndit. Dhe në fund fare do dënohet me 6 muaj burg, Brisita i bishë nërko ka në burg 3 herë më shumë, 4 herë më shumë. Pra në këtë mes, humbet nesesi drejtësisë. Tu nuk ka më drejtësi pasaj. Para burgimi nuk është mas dënimi.
Pra, paraburgimi nuk është dënim. Nuk është dënim nga pikpamja e asaj që shënohet në fletë penale. Mund të notë edhe me kusht, është një praktikë që nuk e di kush i ka mësu këta magjistrate e ri me këtë praktikë. Se s'po më kupton, Ervin. Nuk është problemi qatë shënohet e fletore. Problemi është ti vetë si njeri që ke net 4 vjetë mrena në qelima. Ajo për ty është burg, quajti sa dush. Po për familjen. Por për individin rreth parë, për lere familjen, individin rreth parë që ka net 4 vjetë mrena, kupton? Dhe nuk del njëri normal për ende. Nuk del njëri normal. Se nuk po flasim për burgjet e norvegjise të suedisë. Shumë nga ata që thot ndjes shumë nga ata që thot Karanja që kanë shkuar për 2 gram hashash, kur dalin nga ndi dalin në universitet për atë punë. Ajo është edhe që pasaj, ajo ka të bëj pasaj me qa loj nivelli redukimi. Po pa tjetër pas se ti e qonë, po pripra, po se ti e qonë atje, po e qove atje, do rrimet të ngjashmit që janë dënuar për shumë më shumë se aqë. Dhe do e nxjerrësh me doktoratur nga aty. Meqe, këtu ka sigurisht një përplasje midis kalendarit politik. Nuk do t'i përgjigjem pyetje, sepse në gjithë debatin këtu duhet të kanalizoj diçka që është thelbi i gjës dhe pastaj më bëj pyetjen. Jo, s'ka që. 3 instancat kryesore të drejtave të njeriut në Evropë, dhe po i lexoj këtu në mënyrë korrekte. Atëherë, Këshilli i Evropës. Drejtori i drejtave të njeriut dhe sundimit të ligjit në këtë institucion ka deklaruar se situata e paraburgimit në Shqipëri jep shkak të vërtet për shqetësim. Dhe është në raport. Këshilli i Evropës. Vazhdojmë. Komiteti Evropian për parandalimin e torturës, institucioni 2. Ky është organi i Këshillit të Evropës. Në raportin e tij për Shqipërinë ka evidentuar përdorimi i tepruar i paraburgimit, kozgjatja e gjatë e kësaj mase mbi popullimin në qendrën e paraburgimit, institucioni 2 Evropian mbi drejtat e njeriut, institucioni 3. Gjykata Evropiane e drejtave të njeriut. Dhe kjo gjykatë ka ngritur shqetësim për veprimet në Shqipëri me paraburgimin. Në disa çështje, thotë kjo, ka konstatuar probleme, nuk po i them çështje se i thotë çështjet, probleme me zgjatjen e pa justifikuar paraburgimit dhe mungesë të arsyetimit të mjaftueshëm gjyqësor. 3 institucione evropiane kanë ngritur këtë shqetësim. Tani po vinë në Shqipëri. Këtë reagim të 3 institucione kryesore në Evropë, ku ne duhet vemi, që ka të bëjë me drejtat e njeriut, a duhet që Shqipëria ta diskutojë dhe të marrë masat për ta parandaluar? Po kjo Europë na thotë reforma ndërreci, kujdes batohen, i thotë se është test. 1 minutë, po zoti, 1 minutë. Test, po, nuk i tregoj gjithë xhepat testit. Po që janë shqiptarët pa drejtësi. Mos e gatrojmë gjëra, sepse shpesh vetëm ato që futemi ato kanë qef. Në lloj arsyetime që deformojnë gjën. Jo mos zoti, Evropa po ngrihet dhe po thotë po shkel drejtat e njeriut. Pra me një fjalë, ti në një sektor që ne kemi debatuar këtu dhe kemi thënë zotëri pritshik, sepse tjetër është reforma në drejtësi, tjetër është institucioni i SPAK-ut, avokatit dhe trupës gjyqësore, dhe tjetër është respektimi standardeve. Dhe Evropa në mënyrë zyrtare po të reagon ndaj standardit atë që ne kemi ngritur këtu. Ajo është Europa burokratike. Nëse do ta ndajmë. Europa politike, politikisht, burokratike, kjo është Evropa e cila certifikon aktin. Kjo ta certifikon aktin. Ta tjerë dun lajmi fundit, flasë filone. Këta dun flasë. Vi dhe po bëj analizë dhe mteshme. Po ndodh tani. Po flash. Kori po bëj analizë dhe mteshme. Dhe them, përse ka ndodhur kjo situatë në Shqipëri? Dhe pse pikërisht, kur u prodhua mekanizmi i reformës drejtësi, është rritur absolutisht masa e paraburgimit. Është rritur shumë. Ka ndryshuar kodi penal? Jo. Ka ndryshuar kodi procedurës? Jo. Po çfarë ka ndodhur? Ne të gjithë së bashku prodhuam një institucion euforik që quhet prokurori, e cila i ka përxente dhe në ta shqyrtur zbatim të ligjit merre fut brenda. Merre fut brenda sepse në opinionin publik duhet prodhoj perceptimi që kjo strukturë po punon dhe merre fut brenda dhe prodhuan këta njerëz, jo sistemi i drejtësisë, por këta individ, me atë që i tham ne, si mund të rregullohet kjo punë? Ka shumë mekanizma për të rregulluar. Këtu kemi diskutuar dhe kemi thënë, zotëri, prokurori pretendojnë që unë zbatoj ligjin. Ja, kemi prokuror këtu, e ka zbatuar ligjin dhe më përpara, por nuk ka patur këto paraburgimet. Bëhet kategorizim i rëndësisë së veprës.
Apo jo, Karanja? Po, Të shit, duhet parë, por Amnistia. duhet parë dhe koha e veprës penale. Po arrestojnë njerëz për ngjarje para 10 vjetë. Një minutë, se nuk po... Qarë nësi vepre ka kur... Ka Me shumë përjashtim rëndësi. për krimin ndaj jetës dhe shëndetit. Do të thonë veprat e Edhe tjera, amnistia me Sadiun, veprat që të gjykojnë nga Spaku. të lutem, nuk preken. po drogat me 3 gramshat, ja se po bëj oponencë. 3 gramshat s'preken. Nuk ka të bëj fare me... Jo, ka të bëj kategorizimi. S'më të thuash tani që A ka mundësi të lutem? duhet të ndalin... Kur të mbaroj unë të thuaj kategorizimin. Unë nuk fola fare për kategorizim. Unë nuk fola fare për amnisti, fare. Folen total. Unë fola për një shqesim që Evropa nuk do t'ja di për Spakun dhe për atë që shajmë kokën e që merrem... Po, mirë. Duketem tani. Po tani s'më të thuash Evropa zotja di për Spakun, sepse vetë zoti Rama... A ka mundësi të lutem tani, po... Që interferon. S'po flasëm, kori. Nuk funksionon. Unë po themi gjë tjetër. Po nuk funksionon, që nuk e kam fare, çfarë do më thuash, kur unë nuk kam thënë asgjë. Okej, Po të lutem, jo më lërë të flasë. Evropa, me këto qëndrime, nuk ka thënë qëndrimet e Spakut, po ka thënë në Shqipëri 58% janë paraburgosur. Dhe unë nuk po diskutoj fare aktin e Spakut, ne merremi me Spakun. Pra ne, kur diskutojmë, ekzekujmë ligjin, marrim Ilir Beqet dhe krahasojmë Ilir Beqet ose marrim disa figurat të tjera këtu që i dim që janë publike dhe kanalizojmë shqetësimin e Evropës, prandaj tha nuk e çan kokën për Spakun në kuptimin që merret vetëm me çështjet e Spakut. Jo mos e di. Evropa merret me drejtat e njeriut në Shqipëri. Të paraburgosur që ne diskutojmë 58% të njerëzve në burgjet shqiptare nuk janë këta të Spakut, se sa janë këta të Spakut më burr. Janë minorancë, bile për të thënë pa përfishme 3% tha ai. Pra ne tani e kthejmë çështjen te 3%, ndërkohë kur Evropa e cila është më sensibël, më e ndjeshme për drejtë njeriut, flet për 55%, jo për 3%, prandaj thash nuk e çan kokën për këtë të Spakut.